Zoti Shligu, si lexoni zgjedhjet e 11 majit dhe sipas jush çfarë do të prodhojnë ato në vimësi për shoqërinë shqiptare, por edhe për vetë shtresën e pensionistëve? Zhurma u bë për 11 majin, por zgjedhjet kanë përfunduar që 24 korrik të vitit 2024, vitit kaluar, kur Kuvendi i Shqipërisë, deputetët jeniçerë të dy partive kryesore, mbas pazarit që bëri Berisha me Ramën, miratuan ligjin për listat e mbyllura, të cilat saktonin me vullnetin e kryetarëve të partive shumicën e deputetëve të Kuvendit. Pra në 11 maj u bë ceremonia e karnavaleve, si ato karnavalet e Rios, për të thënë popullit dhe botës ja, këto janë zgjedhje demokratike. Në fakt populli nuk zgjodhi asgjë. Deputetët janë të partisë, të kryetarit të partisë, kurse populli mbajti çelësat e kashës. S'ka asgjë në këtë hetim. Për mua, me këto zgjedhje, me këto votime, me këtë ligj të listat mbyllura, praktikisht u shfrytëzua neni i dytë i Kushtetutës së Shqipërisë, që përcakton se sovraniteti në Republikën e Shqipërisë i përket popullit shqiptar. Pra, sipas jush, çfarë prodhuan konkretisht këto zgjedhje për vetë shoqërinë shqiptare dhe për shtresën e pensionistëve? Votimet e 11 majit vulosën përfundimisht diktaturën e një njeriu të vetëm, siç është Edi Rama në Shqipëri. Deputetët tani janë të kryetarit të partisë, ose të kryetarëve të partisë, të dy partive kryesore, kurse nuk janë fare përfaqësues të popullit, nuk mund të quhen përfaqësues të popullit. Pra, përfundimisht në Shqipëri u pushkatua demokracia dhe shteti ligjor. Ajo që mbas 90-s për mua nuk ka pasur asnjëherë asnjë element të demokracisë dhe shtetit ligjor. Sepse gjatë kësaj kohe janë shtypur dhe shfrytëzuar shumica e shqiptarëve. Janë shkelur me këmbë liritë dhe drejtat e njeriut. Europa ka heshtur. Europa është bërë bashkëfajtore me diktatorët, dy diktatorët, në fillim me Sali Berishën dhe tani së fundi me Edi Ramën. Dhe unë i ngarkoj me shumë përgjegjësi, me shumë faj këtë Evropë. Se ishte kjo Evropa që na premtoi ta bëjmë Shqipërinë si gjithë Europa. Po deri më sot nuk ka bërë asnjë gjë. Ishte kjo Europë që hapi ambasadat në 92-shin, që shpërthyen shqiptarët, mbushën vaporët dhe shkuan në Evropë. Por tani prap shqiptarët po ikin më shumë se sa atëherë. Atëherë kjo Evropë nuk nxjerr konkluzione se kush është ndikimi i saj edhe roli i saj në politikën shqiptare, në shërbim të popullit shqiptar. Këtë kurrë nuk e kanë thënë, as kanë dashur. Edhe veprimi më i turpshëm është ky mbas 11 majit, që erdhën 47 liderë të Europës dhe e uruan për fitoren. Pa parë fare se çfarë ka bërë ky njeri, sepse Europa i ka shkëputur fare, as do të di fare se çfarë probleme ka Shqipëria. Po thonë, Shqipëria ka plotësuar kushtet për NBE. S'është e vërtet. Unë nuk e di se çfarë kushtesh i kanë vënë këta Shqipërisë, qeverisë. Unë nuk e di se për çfarë kushtesh flasin. Kur unë si qytetar nuk ndjej se kam përfituar nga këto kushte asnjë gjë, asnjë element. Pse e vë unë me faj Europën? Europa, kush është kjo Europë që është sot? Për mua është ajo Europë që në 1913 na coptoi troja shqiptare dhe u dha fëmijëve. Edhe sot jemi ne kaq pak në Europë. Kaq të pandjeshëm. Mbas kësaj, në 7 prill të 39-s ishte kjo Europë që heshti kur Italia fashiste e pushtoi Shqipërinë. Europa heshti dhe mbas rrëzimit të diktaturës komuniste heshti kur u hartua dhe u miratua ajo kushtetuta e re e Shqipërisë, që në mënyrën më të pabes nuk është përcaktuar ndarja e pushteteve. Pra, kush e ka marrë, cila parti ka fituar shumicën e votave në zgjedhjet e përgjithshme, ajo ka marrë Kuvendin, ajo ka marrë qeverinë, ajo ka marrë gjithë institucionet. Pra, e thënë Shqip, kjo është diktaturë. Pra, një njeri vetëm komandon. Prandaj sot, ashtu si dje ai Sali Berisha, edhe Edi Rama, ta thonë, sa ti jam unë gjallë, unë do sundoj. Sepse këta as i kontrollon njeri, as i kërkoni llogari, as japin llogari vetë.
Mbas sajt, Europa ka heshtur edhe kur Sali Berisha filloi dhe shkatroi edhe grabiti të gjithë pasuritë kombëtare. Heshti Europa. Heshti edhe kur Sali Berisha sajoi piramidat financiare. Dhe populli la jo vetëm parat, po dhe gjithë pasuritë që kishte. Europa heshti, u kujtuan mbasi plasi lufta, mbasi u shkatrua shteti, atëherë kujtuan. Pas tragjedisë 97-s, Europa heshti edhe kur pranoi përsëri që Sali Berisha të vihesh prap kryeministër në 2005-ën. Sigurisht ishte harruar që çfarë kishte bërë. Bëri po të njëjtat gjëra. Çka kishte në mangut i bëri atëherë. Europa heshti edhe kur Edi Rama mori pushtetin, u bë kryeministër dhe shpalli bashkëqeverisje me qytetarët. Si mendoni, çfarë do të prodhojnë 8 vite 3 mandatet e Edi Ramës në 4 vitet e ardhshme për vetë jetën parlamentare në Shqipëri, për vetë demokracinë, dhe a e shndrojnë ato në një autokrat Edi Ramën që mund kontrolloj edhe pushtetet e tjera? Në gjykimin tim, Edi Rama ashtu si dhe Sali Berisha kanë qenë mbas 92-shit diktator, kur kanë pasur pushtetin, me mbështetjen e plotë të Europës, të institucionet europiane. Prandaj, kjo ishte një vulosje përfundimtare e diktaturës në Shqipëri. Kështu që e shkeljes me këmbë të lirive dhe drejta e njeriut. Shqiptarët tani më u kanë humbur shpresat. Evropa me Shqipërinë ka dështuar me turp. Ato prallet e saj që ta bëjmë Shqipërinë si Evropa kanë marrë fund. Me këto zgjedhjet e 11 majit, me ligjin e listave të mbyllur, Evropa i anëzori bojën e vetes para popullit shqiptar. Tani shqiptarët nuk kanë asnjë lloj besimi të rrinë në Shqipëri. Nuk kanë asnjë lloj besimi sepse Evropa po mbështet Edi Ramën, thot thjesht Shqipërinë do ta zhvilloj turizmi. Po cili turizm? Turizmi kamarie dhe kuzhinier ka. Kush do punësohet atje? Këta do punësohen. Po mira student që mbarojnë shkollat e larta, ku do vënë? Siç kanë ikur deri më sot, do ikin akoma më tepër. Sepse edhe tani nuk shohin, asnjë fjalë nuk flitet për industrinë. Asnjë fjalë nuk flitet për shfrytëzimin e pasurive kombëtare me cikël të plot, që do punësonte specialistë të lartë, do zhvillonte, do binte firmat e fuqishme, do zhvillonin vendin, do shtohesh prodhimi, do shtoheshin rrogat, po do shtoheshin edhe kontributet për sigurimin shoqëror edhe shëndetësore. Asnjë shenjë nuk ka për këtë punë. Prandaj unë mendoj se këto zgjedhje i dhanë vullën përfundimisht që në Shqipëri nuk ka më shpresë me këta lloj njerëzish. Dhe Evropa ka shumë faj. Ka shumë faj sepse jo se Evropa do na ndërtojë në Shqipërinë, po Evropa i ka pranuar këta diktatorë. Nuk ka pranuar ta dëgjoj zërin e shqiptarëve. Po pse nuk ka shpresë? Edi Rama thotë që shqiptarët do marrin pasaportën europiane. Dhe kjo është një premtim shumë i madh që ai e bëri përgjatë fushatës elektorale dhe tani duket sikur e ka harruar, por që thot me mbylljen e negociatave në vitin 2027 dhe andarësimin në vitin 2030 shqiptarët do marrin pasaportën europiane dhe do jetojnë si gjithë europianët. Këtë pasaportën europiane e besojnë vetëm budallënj të çmendurit dhe bashkëpunëtorët e Edi Ramës. Askush tjetër. Çfarë më duhet mua pasaporta europiane? Unë me pasaportë shqiptare mund të shkoj në Evropë, 90 ditë. Po s'mund të jetoj atje. As me pasaportën europiane ti s'ke drejt rrish atje përfundimisht. Nëse s'ke të drejtat që ka çdo shtet të caktuara. Atëherë për çfarë duhet mua? Mua më duhet të punoj këtu, të jetoj këtu. Po ky me këtë pasaportë edhe që Evropa e ka përgëzuar këtë. Se nuk ka kundërshtuar. Pra këta i nxjerrin bojën vetes. Pra, me këtë, unë kuptoj, si qytetar kuptoj këtë. Këta duan ta boshatisin Shqipërinë, ta shpabullojnë, të ikin shqiptarët nga sytë kemët, edhe ta nxjerrin Shqipërinë në ankand. Tu vetëm qende maca do ngelin. Se pa punë, pa liri, pa drejta, atëherë çfarë ka? Çfarë ka ngelur këtu në Shqipëri? Pasaportë europiane, kjo është turp. Se këtë lloj politik ka bërë dhe për këto digitalizime këto.